Në Shqipëri, personat me aftësi të kufizuara vijojnë të përballen çdo ditë me sfida të shumta, duke nisur nga mungesa e aksesueshmërisë fizike, ndërtimet pa rampa apo ashensor, barrierat në komunikim dhe pengesat në arsim, deri tek vështirësitë në punësim, shërbimet e pamjaftueshme shëndetësore, paragjykimi dhe diskriminimi. Por ndër sfidat më të mëdha mbetet mungesa një asistenti personal I domosdoshëm për shumë prej tyre në përditshmëri. Darian Konomi, 42 vjeç, tregon vështirësitë me të cilat përballet që prej lindjes së parakohshme, e cila ka shkaktuar dëmtime të pjesshme në lëvizjen e dorës së djathtë. Unë kam nevojë për asistencë personale, sepse pavarësisht se unë lëviz I lirë, jap makinës apo biçikletës, unë filxhanin e kafes për shkak të problemit që kam, nuk e mbaj dot, por është jo dinjitoze që unë të kërkoj ndihmë nga kolegë që ju lutem ma merrni pak kafen. Prandaj themi që do duhet që shërbimi asistentit personal të krijohet, të institucionalizohet. Ndërkohë, personat me aftësi të kufizuara që jetojnë vetëm apo kanë prindër të moshuar e kanë edhe më të vështirë të sigurojnë një ndihmës personal. Shteti shqiptar ofron një pagesë për ndihmësin personal, I cili është I pamjaftueshëm për të punësuar dikë në tregun e hapur të punës. Ju e dini që kjo pagesë varion në rastin më të mirë të 160.000 lekë të vjetra dhe paga minimale në Shqipëri është 400.000 lekë të vjetra. Kështu që është e pamundur që me këtë pagesë ti të mund të punësosh dikë që të shërbej për të kryer ato procese dhe për të kryer përditshmërinë tënde pa mbështetjen e familjarëve. Ne kemi plot situata të persona me aftësi të kufizuar, të cilët kanë prindër të moshuar apo janë të vetmuar, të cilët me këtë pagesë nuk mund të punësojnë dhe punësojnë njerëz për të kryer shërbimet më bazike. Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, theksi vihet në promovimin e të drejtave dhe mirëqenies së tyre.